والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Sot është dita e Terwijes, ose një ditë para ditës së Arafatit. E ka marrë këtë emër dita e Terwijes se në këtë ditë dilnin dhe mbushnin rezervuarët me ujë, poçet me ujë, që njerëzit gjatë Arafatit dhe gjatë ditëve të Haxhit të kishin ku të pishin ujë. Prandaj dhe ka marrë emrin Yomu Terwije, dita e mbushjes së ujit. Pra dilnin në këtë ditë dhe mbushnin poçet me ujë, qypat e shtamat me ujë, në mënyrë që njerëzit kishin të pishin ujë gjatë Haxhit. Ka dhe një vendim tjetër shumë interesant pse ka marrë këtë emër Yomu Terwije. Ka një mendim tjetër, thuhet e ka marrë këtë emër se kur i është thënë për herë të parë Ibrahimit a.s. për të therë birin e vet, ka pas një farë dyshimi, a mos vallë kjo është prej Zotit apo është kështu ngacmim nga shejtani. Normalisht që profetët e Zotit, ëndrat i kanë prej Zotit dhe ëndrat i kanë të vërteta, por në një moment caktuar ka menduar se mos është ngacmim nga shejtani. Thuhet se ka marrë emrin nga ky kuptim. Por më e sakta është që e ka marrë emrin se ka qenë dita kur Haxhit, pra ose ata që kujdeseshin për Haxhit, dilnin dhe mbushnin poçet e ujit, apo si mund ta themi qivuret, rezervuarët, në mënyrë që Haxhit gjatë ditës Arafatit dhe gjatë ditëve të Haxhit të kishin se ku të pishin ujë dhe mos të angazhoheshin me mbushjen e ujit, po të angazhoheshin me dhikrin dhe me përmendjen e Zotit. Sot ne Haxhit e Shqipërisë u nisëm drejt Minas në ditën e Terwijes, ose dita e 8 e muajit Dhulhixhe, që korrespondon këtë vit me datën 4 i 6 2025, dhe nesër është dita e madhe e Arafatit.